I akuzuari për vrasjen e 25 vjeçarit Giuliano Bullari në vitin 2021, i burgosuri Bledar Selmanaj ka tentuar aratisjen nga burgu i Fierit. Kanë qenë gardianët e burgut, të cilët kanë pikasur të burgosurin në momentin e aratisjes, duke ndaluar dhe daljen e tij nga rrethimi i burgut. Burime zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve thanë se Selmanaj hapi një të çarë në murin e qelisë për të dalë jashtë. Pas kësaj, ai ka dalë në oborin e burgut dhe është ngjitur në tarac nëpërmjet tubave të kullimit. Aty, sipas burimeve konfidenciale nga burgu i Fierit, Selmanaj kishte një litar me të cilin do të zbriste duke e vazhduar aratisjen. Por stafi i sigurisë të burgut ka arritur ta kap duke e dërguar në qeli. Këtë herë jo në qeli të zakonshme, por në izolim. Drejtori i burgjeve, Klevis Qose, organizoi direkt një takim inspektimi ditën e mërkurë në burgun e Fierit, ndërsa tashmë Selmanaj do t'i shtohet dënimi pas kësaj tentative. Bledar Selmanaj është arrestuar në 21 gusht të 2021 në zonën e ish bllokut në Tiranë, 4 ditë pas ekzekutimit të 25 vjeçarit Giuliano Bullari, ngjarje ndodhur në fshatin Babic të Vlorës. Selmanaj në shtator të vitit 2021 ka tentuar dhe vetvrasjen teksa ishte i burgosur në burgun e Peshinit, ndërsa kanë qenë gardianët të cilët kanë parandaluar ngjarjen. Gjithashtu në gusht të vitit 2021 ka rezultuar se Bledar Selmanaj vuan nga problemet të shëndetit mendor. Bledar Selmanaj vijon të jetë në paraburgim që prej vitit 2021, ndërsa është në pritje të vendimit përfundimtar nga gjykata. Sa kaq, prokuroria ka kërkuar për Selmanaj dënim me burgim të përjetshëm.